E the pak më herët zoti Burimi që ndoshta nuk je fizikisht këtu, por megjithatë kam përshtypjen që e ke shumë të qartë se çfarë ndodh. Kam shumë të qartë. Shiko, e trëmbin Ramën protestat. Nuk e ndrejmin Ramën protestat, e trëmbin Evropën protestat, sepse këto protesta në një moment caktuar mund të shkojnë në aksident. Po, dhe koha ka treguar që mund të ndodhë. Imagjino të kesh një të vrarë, sponte, se mund ndodhi. Mund të vdesësh jo vetëm nga dhuna, por vdesësh edhe nga Afrika, ndodh edhe një vdekje cerebrale apo jo. S'ka rëndësi. Por sa më shumë përsëritën protesta aq më shumë që shtohet risku i një aksidenti. Do të aksident në Amerikë apo jeta me Ice-in. Po. Pastaj këtu në Shqipëri është me flak. Dhe çfarë sjellin pastaj aksidente të tilla? Mos sjellin një mejdan alla Ukrainë, mejdani çfarë që lufta armatosur pastaj në mes të Ukrainë të Kievit, për të lexuar një president që ishte zgjedhur në mënyrë demokratike. Prandaj kjo është problemi sot, sepse dje Rama thoshte europianëve ora qetësore nuk do të gjë, sepse fundi është një non grata, por sot po të ketë një aksident, është dhe Evropa përgjegjëse do thonë që pse ndodhi aksidenti, pse ndodhi kjo në Shqipëri, sepse njerëzit pikërisht ngrihesin nga që 20 kryeministre e akuzuar për korrupsion shumë të lartë, nuk pezudohesh, nuk arrestohesh. Ti Macron, ti Merz, ti Melon, ti Evropë, që po bën këto negociata, si lejo? Qartë. Edhe shikoj se është si Kras Montana. Kras Montana nuk të vazhduar edhe shekuja i lokale. Ditë që do i Qameti, pastaj shkohet si përgjegjësia dhe e fundit fare. Ky është rreziku sot. Opozita pretendon. Rama po ja heq vetes, ky është frika se Rama sot njëherë po ka vetes një problem shumë të, në fakt sepse duhet të lëroj, mund të vazhdojmë. Po, patjetër. Se Rama po ja heq vetes këtë xhokër që kishte me ndërkombëtarët. Po, nga ana tjetër, zoti Burimi, opozita pretendon pra se qëllimi final, siç thon ata, edhe pse objektivi her pas here nuk është i qartë, sepse ka shumë objektiva që rëndit opozita, ose le të themi më shumë janë arsye për të protestuar se sa objektiva. Objektivi një me sa duket është arritja e një qeverie teknike dhe është kërkesë e përsëritur, apo jo. A e zgjidh kjo lloj zgjidhjeje situatën? Qeveria teknike nuk është, si thua, synim vetë. Po. Se në thelb nuk është se garanton 100% ato që opozita kërkon, pra zgjedhjet lira dhe të ndershme, thot opozita. Ne nuk shkojmë në zgjedhje me Edi Ramën, thot. Qeveria teknike është njëti, qëllimi final i opozitës cila është që të ribëhen zgjedhjet, sepse pretendon që zgjedhjet të vinë pushtet, domethënë qëllimi i një partie politike pa diskutim që ajo është në fund. Nuk ka garanci që edhe me zgjedhjet ishte pushtet. Mund të mbasësh. Patjetër, po. Apo jo? Për momentin kjo opozitë thotë që unë nuk paragjykoj rezultatin e zgjedhjeve, unë dua thjesht të më jepet mundësia të bëj zgjedhje të papërfillshme. Kam 3 pas zgjedhje që i denoncoj, 2017, 2021, 2025. 2017 denoncoj një fitore me zgjedhjet e Ramës me parat e drogës, asaj kohë ishin atë kohë të kaçatorët, kujtohet, kaçatorët e drogës në mëdhëqe që Rama i krasonte me mushkonja, po doli që kishte vërtet kaçator droge. Në 2021 do i akuzoj vjedhje zgjedhësh me patronazhistët, nëse kujtohet asaj kohë gjykata shkoi dhe mori dhe kompjuterat e kolegëve tanë tek redaksia e Lapsit. Në 2025 prap denoncim për vjedhje zgjedhësh nga Rama, me presione, me përdorim, mjete shtetërore. Po vetëm 2025 kjo opozitë u dëgjua me një raport të OSBE-dit që i shkon asaj për shtatë. Pra kjo opozitë kërkon sot zgjedhje të parakohshme. Që gjithsesi nuk tha që zgjedhjet janë vjedhur. Kush? Që gjithsesi tha ato problemet, evidentoi problemet, prap në fund. Edhe pse lista ishte pak më e gjatë nga që jemi mësuar ne të lexojmë në zakonisht në raportet që nxjerr OSBE. Jam dakord, por ama nëse krahasojmë raportin e OSBE-dit me 3-4 vende në Evropë, janë të ngjashëm Shqipëri, Serbi, Gjeorgji dhe Azerbajxhan. Të ngjashëm në faktin që në të 3-4 vende po të dëgjosh hap një raport të OSBE-dit që thotë që partia në pushtet ka përdorur një avantazh të saj, ka përdorur shtetin për pushtetin. Ne në gjuhën vulgare themi vjedhje, atë s'do të thonë të gjithë tjetër.
Se jemi në lidhje të